Gratë ideale dhe më perfekte i përkasin këtyre shenjave të horoskopit, zbuloni nëse jeni pjesë e tyre. Është interesante se si shenja e zodiakut mund të thotë kaq shumë për personalitetin e dikujt. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje dashurie dhe prisni të jithni hapin e madh drejt një martese, prisni, ndoshta duhet të dëgjoni më parë këtë video. Ky parashikim me siguri do t'ju ndihmojë të kuptoni nëse po bëni zgjedhjen e duhur. Më poshtë kemi rënditur 3 shenjat e zodiakut, të cilat mendohet se femrat që përkasin këtyre shenjave janë gratë më të mira. Mbretëresha gafore. Gaforet përjetojnë emocione të forta dhe si mund t'ju dashuroj një gafore, nuk do të mundet asnjë shenjë tjetër. Këto femra ofrojnë dashuri pa kushte dhe do të bëjnë gjithçka që t'ju bëjnë të lumtur. Është e rëndësishme të përmendet se këto gra ndonjëherë mund të bëhen pak dramatike, ashtu si fakti që ato janë të shkëlqyera në kuzhinë. Perandoresha dash. Gra dash janë veçanërisht të forta, të palëkundura dhe mund të bëjnë çdo mashkull t'i ulet në gjunjë. Këto gra gjithmonë i arrin qëllimet e tyre dhe në qoftë se mendoni se janë mjaftueshëm të fortë dhe të guximshëm për të kaluar tërë jetën me këtë grua të guximshme dhe të fortë, ju nuk duhet ta lini kurse si t'ju ikë. Mbani në mendje se kjo grua do t'ju mbështes në çdo gjë që do të bëni. Kjo është arsyeja pse ju do të gëzoni një status të lartë shoqëror dhe të gjithë do t'ju trajtojnë me respekt. Perandoresha e bën burrin e saj më të fortë, të përgjegjshëm dhe të denj për vëmendje. Megjithatë, ju duhet të jeni të vetëdijshëm se nuk është e lehtë të tërheqësh një femër dash. Këto gra duan partner me një karakter të fortë dhe vendosmëri. Sundimtarët luanesha. Gratë luanesha janë luftëtare dhe të forta, mund të jenë pak të ashpra dhe kur nuk tërheqin njerëzit e zakonshëm. Nuk ka pse një luanesh të bëj shumë për të rënë në sy, sepse ato janë një magnet për meshkujt. Gratë luanesha janë partnere të përkushtuara, besnike dhe bëjnë gjithçka për dashurinë e tyre. Dashuria e saj është vetë mohuese dhe e pastër. Ajo do të luftojë si një luanesh për burrin e saj dhe të njëjtën gjë do të bëjë edhe për fëmijët e saj. Është gjithmonë e gatshme për të mbrojtur familjen, gjën më të shtrenjtë.